E nisi me Pashkët. Çfarë janë Pashkët? Çfarë simbolizojnë? Çfarë përjetojnë këtë të diel besimtarët katolik? Po Pashkët në fakt janë festa më e madhe të krishterëve, ka një historia jashtëzakonisht të gjatë. Nga se përmenden edhe ne quajmë në Beslidhen e vjetër, që është do të thotë në kohën para Krishtit, edhe shumë nuk e kuptojnë se si ne kremtojmë Pashkët, ato ata që i kanë festu para Jezusit, apo cilin është dallimi i tyre. E këto për ne është një kontinuitet i asaj, një do me thonë një porosie, një ngjarje, është një ngjarje historike që ka ndodhur, por është edhe një mesazh për jetën e secilit prej nesh, nga se ajo nuk ka ndodhur për dikant tjetër, por ka ndodhur për të mirën tonë. Pashkët në Beslidhen e vjetër, domethënë vetë fjala ndoshta çarohet, megjithëse është e ditur, vjen prej arameishtës vjetër, është peska, që do thotë kapërcim, kalim prej një gjendje në një gjendje tjetër. Izraelitët e festonin këtë dalje nga robëria që ishin në Egjipt dhe e quanin ditë Pashke, kishin përgatitje të rritet e tyre falendëruese, ligjet e rrepta për ta nderuar këtë ditë që kanë edhe sot e kësaj dite, dhe kjo ditë ndodhi, ishte ditë e shtunë, duke i prirë Mojsio, në islam quhet Musa, i prini grupit këtij popullit për ta nxjerrur nga robëria. Ndërkaq si tërësi biblike, kjo mirret një paralajmërim i asaj, nuk ishte qëllimi vetëm një lirimit nga skllavëria fizike e një popullit, por ishte një thirrje apo një paralajmërim se është një plan i Zotit për ta liruar njeriu nga një barr, nga një skllavëri më e madhe, skllavëria e shpirtit. Edhe ne të krishterët pikërisht për Pashkë kremtojmë këtë ngjarje të lirisë shpirtërore, duke na liruar nga e keqja na mundson pra një jetë me të, dhe kjo ngjarje ndodhi domethënë ditën e sotit të premten, vdekja e Krishtit, dhe këtu përfundojnë fuqitë njerëzore, edhe atëherë hin aksioni hyjnor apo fuqia e Zotit që e bën nga vdekja të kaluat një jetë, dhe kjo ndodhi ditën e diel, dhe në fakt në çdo të diel kemi si një ditë Pashkët që kujtojmë këtë ngjarje të këtyre ditëve që kemi. Okej, dhe ka një ndëlshmëri apo janë kreshmet, që është një lloj agjerimi, a mund t'i themi një lloj agjerimi? Po, ashtu agjerim. Pastaj nga heqje dorë nga disa prej veseve. Pastaj e premtja, kur presupozohet të jetë dita e kryqëzimit, apo e premtja e fundit, të shtunën dhe të dielën, që të tri ditët kanë simbolikën e vet, apo në këtë? Po, në fakt janë disa elemente pranë ndodhive, ngjarje historike që kanë ndodhur, kanë edhe një simbolik në vete, është të njëjtën Bram, takimi i fundit me Mit që kishte me Darka Mram, që e quajmë, është ajo figura e njoftën nga shumë artistë, dhe aty pranë asaj që domethënë